Falenderoj shumë gjithëve që keni ardhur nga shumë qytete, shumë prej jush keni bërë disa orë në rrugë për të ardhur deri këtu. Do jeni takim dhe do bëni edhe disa orë tjera për të kthyer te shtëpitë tuaja. Për gjithë ata që janë dhe besimtarë gëzuar dhe Bajramit, sot është një ditë Bajrami, ne na vjen shumë keq që u desh ta mbajmë këtë takim sot, po nuk kishte mundësi tjetër. Javën tjetër do të jemi në Athinë të dielën dhe pastaj do të jemi në Tiranë për të hapur fushatën e 13 prill. Gjithsesi, kjo realisht mund të konsiderohet si hapja e fushatës për lëvizjen bashkë, sepse diaspora do të votojë shumë më parë se sa shqiptarët që janë në Shqipëri. Ju do të merrni fletat e votimit sipas KQZ-s nga data 8 prill deri në 16 prill, kështu që parashikohet shumica e njerëzve do të votojnë shumë shpejt dhe nuk do ta mbajnë fletën e votimit për shumë gjatë. Prandaj edhe ju që jeni këtë takim kur shkoni, flisni me familjarët tuaj, bëni nga një telefonat, bini ata që si fillim të votojnë, ose nëse situata nuk kanë vendosur akoma, të njihen me lëvizjen bashkë, edhe që gjithë bashkë të japim një shtyllë shumë madhe kësaj lëvizje. Unë dua të falenderoj si fillim grupin organizator të lëvizjes bashkë në Itali, sepse në Itali lëvizja bashkë është realisht shumë organizuar. Kemi shumë antarë, mbi 200 antarë dhe kemi një grup organizator që po filloi nga Shpendi, i cili është antari që mban shumë përgjegjësi këtu në Itali, nga Tirana, nga Arsiti, nga Keta, nga Kristi, nga Altoni, Floriani, Flodiani, Lukasi, Paula, Kola, edhe në qoftë se kam harruar diku tjetër, më falni. Po me këtë rast do të falenderoj edhe Tjomin, nuk është pjesë e lëvizjes bashkë, nuk është pjesë e grupit organizator, por është këshilltar bashkiak në Bologna dhe na ka ndihmuar që të gjejmë edhe këtë vendin në kohë rekord, kështu që falenderoj shumë te Tjom. Unë kam punuar për fushat e politikës jashtme, diasporës dhe emigrantëve në programin e lëvizjes bashkë. Në mos gaboj janë pak 40 pika të ndryshme që unë i kam menduar dhe i kam propozuar në program. Këto ide, leteni dhe propozimet kanë lindur si fillim nga eksperienca ime si emigrant. Kam jetuar gati 10 vjet në Gjermani, kam punuar shumë për institucionet e drejtësisë, atje jam marrë me gjykata, me polici, me burgje, kudo ku shqiptarët kanë pasur probleme, jam munduar të jap ndihmën time dhe pas shumë vitesh thjesht kuptova që po shpenzoja jetën time në emigracion, edhe duke qenë se nuk kisha as familje, pra nuk isha i martuar, vendosa të kthehesha në Shqipëri dhe besoj që kam marrë një vendim shumë drejt. Prej 2 vitesh jetoj në Shqipëri, gjithsesi me lëvizjen bashkë dhe këtu dua shkurtimisht t'ju shpjegoj edhe historikun e lëvizjes bashkë. Me lëvizjen bashkë me Arlindin, besoj se Arlindin do të thotë diçka te kjo pjesë. Kemi filluar aktivitetin tonë në 2012, me 17 janar 2012 kemi patur protestën e parë me studentët dhe nga aty pastaj kemi nisur të organizojmë dhe të bashkëorganizohemi me punëtorët. Kemi bërë një luftë shumë madhe me minatorët e Bulqizës, për ju që ndoshta e dini, me fasonerit, jemi marrë shumë me punëtorët e rafinerisë të Ballshit. Kemi letemi asistuar shumë grupe, shumë bashkime punëtorësh që të hapin dhe sindikatat, krijojnë sindikatat e tyre. E kështu më në fund kemi marrë vendimin që të bëjmë një parti politike dhe të vendosemi në atë që ne i themi tmajtën demokratike. Ne mendojmë dhe duam vërtet ta përfaqësojmë tmajtën demokratike, që do të thotë se ne kemi prioritet pra gjitha shtresat e nëpërkohura të shoqërisë diskriminuara, duke filluar nga punëtorët, duke vazhduar me profesionistët e lirë, me pensionistët, siç e thash, me minatorët, me studentët, me grupet e marginalizuara. Në këtë fushat ne jemi futur me një program shumë të gjerë, shumë të gjatë, prej 177 faqesh, prandaj ju bëj thirrje secilit që ka interes vërtet të njihet me idetë dhe propozimet tona, të shkojë në website e Lëvizjes Bashkë, shkarkoj programin dhe ta studioj në qetësi. Para se ne të ishim Lëvizja Bashkë, se quheshim Lëvizja Bashkë si parti, ne quheshim organizata politike dhe realisht ne kemi krijuar një lidhje shumë fort me njëri tjetrin gjatë shumë viteve aktivizëm. Kjo është ajo që na dallon ne, kjo është ajo që fatkeqësisht më shumë e kuptojmë dhe themi potencialin ton kundërshtarët tanë se sa populli, sepse populli nuk është se na njeh akoma. Ne përballemi një censurë të jashtëzakonshme, mediatike. E vetmja rrugdalje që kemi parë është rruga, duke dalë në rrugë, duke shpërndar fletushka, duke bërë fushat rrjete sociale, ja kemi dalë që të prekim një pjesë shoqërisë, që të le të themi që të kapim një pjesë të popullit dhe ta dëgjojmë.
për ta mbyllur se besoj se mund ta kem zgjatë si shumë. Doja të thoja këtë që ne shqiptarët në Itali janë 90.000 të regjistruar për prokurën këtë zgjedhje. Unë jam shumë i ndërgjegjshëm që këtu ka domethënë parti tjera që janë futur sigurisht, si në çdo fushat. Është partia në pushtet që ka edhe mjetet le të themi më të shumta për të kapur për të arritur le të themi shqiptarët. Është propaganda e Partisë Socialiste dhe e qeverisë aktuale që fatkeqësisht ka arritur shumë shqiptarë kudo që janë, por janë të mjetet pandershme, të një konkurrencë le të themi ose të një gare pandershme që përdorin partitë e mëdha duke filluar nga financimet e paligjshme që kryesisht vijnë nga oligarkët, nga krimi organizuar dhe nga mjetet tjera siç janë për shembull propaganda përmes mediave apo censura ndaj alternativave të reja. Gjithë ju që jeni këtu, por dhe gjithë ata që do votojnë lëvizjen bashkë do t'ju e një rol të jashtëzakonshëm mendoj unë, sepse pasi të votoni vetë ju tani mund të ushtroni influencë familjarët, mund të telefononi familjarët, t'i njihni ata me lëvizjen bashkë, propozimet e lëvizjes bashkë, e kështu gjithë bashkë mundohemi tani sa më mirë këto zgjedhje. Ne jemi shumë optimist, një frym po ngrihet, një ndryshim epokash do të le të themi do të vi dhe ne realisht mendojmë se përfaqësojmë dhe do të jemi e reja në këto zgjedhje. Faleminderit.